Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti gjatë takimit me mërgjimtarët e Krçovës u ndal edhe te diskutimet për ndryshimet në kodin zgjedhor. Ai theksoi se BDI mbështet modelin me një njësi zgjedhore dhe lista të hapura, duke vlerësuar se ky sistem u jep qytetarëve mundësinë të zgjedhin drejt për drejt kandidatët që do t'i përfaqësojnë. Sipas Ahmetit, partitë e tjera politike favorizojnë listat e mbyllura, për çka sipas tij ende nuk ka pajtueshmëri me subjekteve politike. Normalisht ne nuk pajtohemi. Nuk pajtohemi me palën Maqedone. Ne duam një zonë zgjedhore, por me lista të hapura. Ata janë për një zonë zgjedhore, por me lista të mbyllura. Ora jepja të drejtën popullit. Listat hapura të jenë. Populli le të votojë. Por duan t'i bëjnë listat si duan vetë. Dhe këtë duan vetë. Dhe tani në parlament me bilbil, voto kështu. Jo marë, jep ja drejtën popullit. Pse frigohesh nga populli? Këtu është dallimin mes nesh dhe atysh. Ahmeti u ndal edhe te çështja e pjesëmarrjes së diasporës në zgjedhje, duke theksuar se BDI është për votimin elektronik të mërgjimtarëve, ndërkaq sipas tij propozimet e disa partive të tjera për votim me postë nuk janë zgjidhja e duhur, pasi siç u shpreh Ahmeti, ky model le hapësirë për manipulime zgjedhore. Dallimi i radhës është ne kërkojmë diaspora të votojë. Po të votojnë në mënyrë elektronike dhe jo me postë, sepse me postë po bëjnë falsifikim po bëjnë. Mënyrë elektronike është e kodifikuar dhe nuk mund kërkush dhe kontrolli është i plot. Mund kontrollohet procesi. Ata kërkojnë me postë. Këto janë dallime që kemi dhe s'ka dakordsi, s'ka ligjëri.